Atëherë Perëndia i foli Noeut duke thënë: "Dil nga arka ti, gruaja jote, bijtë e tu dhe gratë e bijve të tu bashkë me ty. Nxirr me vete tërë kafshët që janë bashkë me ty, të çdo mishi që të jenë zogj, bakti dhe tërë rrëshqanorët që zvarriten mbi tokë, me qëllim që të rriten shumë mbi tokë dhe të jenë pjellor e të shumohen mbi tokë." Kështu Noeu doli me bijët e tij, gruan e tij dhe me gratë e bijve të tij. Të gjithë kafshët, të gjithë rrëshqanorët, të gjithë zogjt që shka lëviz mbi tokë, sipas familjeve të tyre dolën nga arka. Atëherë Noeu ndërtoi një altar për Zotin, mori nga çdo lloj kafshësh dhe zogj të pastër dhe ofroi fli mbi altarin. Dhe Zoti ndjeu një erë të këndshme dhe ai tha në zemër të vet: "Unë nuk do të mallkoj më tokën për shkak të njeriut, sepse synimet e zemrës së njeriut janë të këqija, qysh në fëmijërinë e tij, dhe nuk do të godas me çdo gjë lles siç kam bërë. Derisa të jetë toka, nuk do të pushoj kurrë të ekzistuari mbjella dhe korrja të ftohtit dhe të nxehtit, vera dhe dimri, dita dhe nata."